Duhet të kesh më shumë besim tek vetja. Po, keni të drejtë. Sidoqoftë, dua të ta thjeshtoj detyrën. Çfarë mrekullie, sa gur i bukur. Është gjetur në Atlantikun e Veriut. Në Atlantikun e Veriut? Është ekspozuar për publikun në këtë anije, në portin e qytetit ku jetojnë princeshat. Sa mirë! Dhe ti kërkon që unë të hipi në atë anijen aq të bukur, apo jo? E po, nëse princeshat nuk do të rezistojnë dot undimit për ta parë me sytë e tyre. E kuptova tani zotri. Kur të vinë, unë do të jem atje duke i pritur dhe duke i zënë në befasi do e rriti kap, apo jo? Shumë mirë. Ha, do vi me njëherë në aksion. Ju premtoj se nuk do të zhgënjej. Shihemi më vonë. Hi, po dëgjo, a nuk bjem shumë në sy të veshur në këtë mënyrë? Po çfarë thua kështu? Detektivët vishen gjithmonë me partë sy. Kur ajo? Tani e me mua. Më prit! Oh, mos, për pak sa nuk na zbuloj. Po vjen një grua. Duhet të jetë ajo që kanë parë shoqjet e tua. Çfarë? Me të vërtet? Vazhdoni vetëm drejt dhe në fund do arrini te stacioni. Faleminderit, je një djalë shumë i sjellshëm. Kok bosh, ishte një grua që kërkonte informacion. Në fakt mua më dukej pak e madhe ajo për të qenë dashur e tij. Ndoshta i ka lënë takim tek lulishtet. Oh. Më në fund, po filloj të shqetësohesha shpirtim. E shikon, më në fund e kapëm me presh në dorë. A e pe? Do të më vjerë të pika! Lucia, çfarë bën ngriu? Je e rëndë dhe po më shtyp.